Në konflikte në çift shpesh dëgjojmë, ai që ka faj le të vi i pari. Ky ka qenë një nga komentet e shpeshta që ka marrë tek videoa në lidhje me si të zgjidhim konfliktet. Në parim tingëllon e drejt që ai që ka faj duhet të vi i pari, por në praktik kjo shpesh i mban dy njerëz të bllokuar. Imagjino dy anë të një lumi dhe një urë që shprishur në mes tyre. Njëri e ka prishur. Megjithatë të dy kanë kontribuar disi. Dhe pasi ura është prishur, të dy palët janë ndarë. Të dy presin, le ta ndërtoj ai, jo, le ta ndërtoj ajo. Dhe ndërkohë distanca rritet, ditët kalojnë dhe mëria bëhet edhe më e madhe dhe bëhet edhe më e vështirë për ta rindërtuar urën. Një gjë është e vërtetë, edhe nëse njëri ka më shumë faj se sa tjetri, të dy po vuajnë mungesën e lidhjes, pra konsekuencat i përjetojnë që të dy. Ndaj, ndonjëherë pyetja nuk është kush e ka fajin, por a dua ta rikthej paqen edhe lidhjen mes nesh. Sepse ura nuk ndërtohet për të fituar një debat, por për të rifituar njëri tjetrin. Dhe ndoshta pjekuria duket kështu, të ndërtosh urën edhe kur mendon që nuk ishte radha jote apo faji yt. Pasi dëgjove këtë, a mendon përsëri njësoj që ai që duhet të bëj hapin e parë është personi që ka faj? Komento më poshtë. Nëse nuk më ndiqni, por keni dëshirë që të ndiqni materiale të tilla që lidhin jetën e përditshme me vlerat, me komunikimin, me aspektin shpirtëror, atëherë ju ftoj të më bëni follow. Dëgjohemi në videon tjetër. Paçi një ditë të mbar.